Pastaj në program unë nuk pash asgjë për Kosovën. Dhe si ka mundësi Parlamenti i Shqipërisë dhe partia që sot është në pozitë nuk miraton një rezolut për genocidin Kosovë. Kosova është dhimbje. Po nuk je me Kosovën, nuk je me dhimbje në Kosovës. Po si mos jesh me në dijenin time, nuk ka një rezolut në lidhje me genocidin, po përmend termin genocid. Vetë Kosova është dhimbje. Dhimbja e Kosovës u kthy në diçka botërore. Fëmijët e masakruar, njerëz pa varre, gratë e dhunuara. Dhe Parlamenti i Shqipërisë sot, me majorancën e saj, që e përmendni me shumë shifra, e ka problem të miratoj një rezolut genocidi për gjysmën e kombit, ose nëse unë mund ta quaj për ndriçimin dhe elitën dhe përdhimin e kombit shqiptar. Kjo është turp për publikun. Kosova, me fjalën e madhe që pararsi i partisë tuaj e qutit tradhtar, ose armik të popullit, Arshipipa thotë që e dua Kosovën se aty lindi Shqipëria. Atëherë, si ka mundësi që ne, sa herë ta kërkoj kush doj një rezolut për Kosovën, ajo duhet miratohet. Se është një shenjë për popullin e Kosovës. Është një shenjë për vuajtjen e Kosovës. Është një shenjë dhe një simbolik për ata që janë pavarur, për gratë e dhunuara. Si është e mundur kjo gjë?